Arja Duga është një personazh që i takon botës së ekranit. Atë kemi parë së fundmi në përputhjen. Marrëdhënien time kam patur goxha. Po sa goxha pra, se je 23 vjeç. Më ka humbur numrimin, çfarë bëj? Më ka humbur numrimin. E ftuar në Zoom thotë që ky format ka qenë një dritare për të depërtojë të këtë vëmendjen që e do. Me qenë se e dua shumë televizionin, mendova se kjo është e vetmja mundësi, një dritare për të zënë një vend pune në Top Channel. Sepse siç dihet është një reality show, po asgjë e vërtet. Unë shkova aty thjesht për të treguar një realitet shqiptar, që shumë vajza nuk e kanë guximin për ta treguar dhe mendoj që në televizionin shqiptar shitet moral i rrem. Nuk do donim që intervistën ta nisim në këtë mënyrë, por me qenë se na mungojnë mysafirët që flasin ka qartë, atë po e ngacmojmë direkt me pyetjen, a ka në ekran imazhe të tilla? Ka shumë, vetëm gjellet i them emër mbi emër, po do kursehem pak të ka. Arja ka pasur pak të vështirë të përshtatet me skenaren, sepse me raste pati momente kur ka debatuar edhe për gjërat që nuk i kanë interesuar. Ish protagonistja o hapi zemrën e na tregoi se me kënga emisione i ruan akoma raportet e mira. Shumë raste, por ishte shumë vështirë për të dalë. Është si një tunel që nuk ka dritë. Kështu që po hyra asaj gjëje, do të marrësh parasysh të gjitha. Në përgjithësi kam shkuar mirë me të gjithë, por më shumë me Vedatin dhe Roelën i kam shumë për zemër. Nuk thuhet më kot se media është pushteti katërt dhe fjala publike ka peshë. Pikërisht në këto emisione parajgjukimet janë të pranishme. Për këtë doja të flisja paktën shumë gjatë, për arsye se në vendin tonë ka shumë problematika të thella, për shembull politika, ekonomia që janë më të rëndësishme se sa çfarë bën Arja, sa të dashur ka Arja. Pse jo mor patenta, më fal se pa e përmendin emrin Hatit, Hati Xhes, që është me Shami, tani nuk kuptoj diçka me shqiptarët. Hall unë që jam një femër e zbuluar dhe open mind, dhe hall Hati që është me Shami dhe ka një bashkëshort. Tani të dyja paragjykojmë, të dyja fenomenet paragjykojmë me të njëjtat ofendime dhe të njëjtat sharje. Kështu që akoma nuk e kuptoj çfarë problemi kanë shqiptarët me mentalitetin. E për këtë pjesë, ajo vazhdon të theksoj se në fillim ka qenë temperamente ka reaguar ndaj atyre që e kanë tepruar. Ja kam kthyer dhe në të njëjtën monedhë, unë nuk kursej asnjë. Patera kam kthyer, po shiko, rrjetet sociale nuk menaxhojnë dot. Pse? Sepse janë përhapur shumë dhe fatkeqësisht kanë rënë në dorë të njerëzve ignorant. Më falni që po e cilësoj kështu dhe kaq stroç. Por kanë rënë në dorë shumë të keqe, në lom dhe hapin adresa fake, mundohen të tulin sa më shumë, të hedhin baltë në figurën tënde, pa i bërë asgjë. Duka më tutje zbulon të palorat e formatit, bile duke treguar që prania e saj ka ndikuar në ngritjen e shikueshmërisë. Të them të drejtën, nuk do futesha më kurrë aty. Nuk do e përballoj do të njëjtën trysni që më është bërë dhe mua faktikisht më bën një gjyq publik i panevojshëm. Dhe kjo për shkak vetëm të klikimeve të mediave Top Channel, kështu që unë nuk përfitova asgjë. Nga këto tema kalojmë tek një gjë e këndshme. Për në Zoom, Arja ka zbuluar se së shpejti do të hap një biznes e që ka të bëjë me të bukurën. Po e tregoj për herë të parë të kjo, konkurrencë patjetër që do kem si në televizion që ka bryla, por e kam menduar gjatë dhe me qenë se unë me profesion jam make-up artiste, mund t'jetë vetëm fushë që përshtatem në biznes dhe mund të kem sukses. Jam akoma në ato mendimet se si do të jetë dhe se sa mund të jetë si biznesi me famën që kam.
Dita e saj nis me një shëtitje me nënën dhe qënushën e saj, duke qenë se u përmend 4 këmbshi besnik, ai na zbukuroi emisionin me praninë e tij. Unë jam shumë e apasionuar ndaj kafshëve, kam thënë dhe në përputhen, edhe do t'i dua gjithmonë me këto njerëz që janë, më mirë mbaj një kafshë se sa një njeri pranë. Në përputhen e kuptuam që nuk do të futej, por a do të bëj pjesë e Big Brother. Në Big Brother, kush nuk i pranon ftesat? Bujrum. Çka do bëja? A mendon që do ta tregoj? Shiko, 24/7 po, patjetër, sepse unë jam vetvetja dhe nuk shtyren asnjëherë, por nuk mendoj se banorët do ta përballonin një karakter si unë. Pse? Sepse unë i përplas të vërteta në fytyrë. Dhe prandaj nuk ecin në këto njerëz në televizion, sepse bëjnë shumë padrejtësi. Dhe unë jam njeri shumë i drejtë për drejtë. Për të gjitha diskutuam, por për privatësinë jo. Ekskluzivisht për emisionin Zoma jo ka rrëfyer pak detaje për statusin e saj aktual dhe prek pak temën e divorcit të prindërve. Faktikisht formati më ka bërë mirë sepse më ka njohur me dashurinë e jetës. Le ta themi këtë. Dhe jam shumë e lumtur. Momentalisht jam shumë e lumtur dhe e dashuruar. Akoma jo, sepse është herët, ne disa muaj kemi, por ndoshta mund të bëj një thirrje publike për një bebush të vogël. Nuk e di jam shef, por do t'i thoya që thjesht nuk më intereson fare, ja kam dalur vetë deri më sot me forcat e mia dhe kështu, thjesht mund të më shohësh nga ekrani, po më shumë jo.